Presioni sa avioni rritet dhe nga lutjet për kancerin e gjenitale kalojmë në kërcënime me vrasje dhe videoarmësh. Çfarë duhet të bëjë më shumë një individ që autoritetet të zgjohen dhe të ndërhyjnë sa nuk është vonë? Apo mos duhet që edhe një herë punën e tyre ta bëj media? Për t'i nxitur udhëtuam drejt Peshkopis, ku bëm kallëzim në komisariatin e policisë. Në të njëjtën ditë, agentët e atjeshëm e telefonua 26 vjeçaren e cila nuk vënoi të paraqitej. Vajza qëndroi për pak brenda ambienteve nga ku doli fare e qetë dhe madje buzëqeshur. Duket se edhe këtë herë policia nuk e ka marrë seriozisht këtë situatë të një individi jashtë çdo kontrolli, por ne nuk mund ta lëmë kaq. Prandaj do të kërkojmë që ta bindim të heqë dorë nga këto forma të dhunshme komunikimi që shkojnë deri në kërcënime me jetë.